إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që këto ditë të kaluara të agjërimit Allahu t'i pranon prej neve. Ne gradualisht po e përcjellim 1/3 e Ramazanit, që na mbeten edhe 2/3 të këtij muaji të begat të Zotit xhel xhelalu. Allahu na jap takat dhe shëndet për të vazhduar me vepra të mira. Do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, konkretisht tek ajetat 29 deri 35 që i morëm në ligjëratën e kaluar, që të ndalim me disa prej mësimeve dhe dispozitave dhe ligjëratave të cilat do t'i nxjerrim nga kjo pjesë apo nga ky fragment i kësaj ngjarje të madhe të Zotit te bareke ve teala. Përmendëm ligjëratën e kaluar se Musa alayhi salatu wassalam jeton 10 vjet tek populli i Medjenit apo në qytetin e Medjenit, dhe atje martohet dhe e plotson mehrin 10 vjet tek prindja saj vaze, ashtu siç edhe u bë akti i nikah. Dhe Allahu xhel xhelalu tregon në Kur'an, thot falamma qadha Musa al-ajal, kur e kryti Musa ejelin dhe e plotsoi, dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e kanë pyet se cilin ejel e ka kryt, 8 vjet apo 10 vjet, ka thënë e ka kryet më të mirin, edhe i cili i përket pejgamberit, dhe është 10 vjet. Dhe vazhdon Allahu xha tregon se si ka ecë me familjen e vet gjatë dimrit dhe nata e ftoftë kështu më radh, derisa ka ardhur deri tek takimi me Zotin e vet subhanahu wa taala, dhe i është drejtuar me fjalim Zoti i Madh subhanahu wa taala. Do të ndalim me disa prej mësimeve, megjithse çdo ngjarje që po e kalojmë ka shumë mësime, shumë dispozita. Mirë, po ne do të mundohemi që të shkoqisim ato më edukative dhe ato që na përkasin neve në jetët e përditshme, duke ju shmang atyre të cilat kanë të bëjnë me ligje dhe dispozita juridike të cilat i kanë nxjerrë dietarët nga kjo ngjarje e madhe. Nga se theksojmë edhe një herë se nuk ka ngjarje më të madhe në Kur'an se sa ngjarja e Musait alayhi salatu wassalam. Kush e lexon Kur'anin me vëmendje do ta vërejnë atje se shpesh theksohet Musa alayhi salatu wassalam, Firauni, bijtë e Israilit, e kështu me radhë. Kjo është ngjarja më e madhe në Kur'an. Andaj edhe pse po e mundohemi me e tregue dhe me rrëfye, një pjesë shumë e madhe mbetet pa u tregu apo pa ju nxjerr dobia siç i përket Kur'anit Allahu xhel xhelalu. Mësimi i parë që e marrim nga ky varg ajetës, cili se Musa alayhi salatu wassalam na rrëfen Zoti se e ka krye ejelin, e ka krye afatin. Andaj nga kjo çfarë mësojmë vëllezër, se besimtari duhet punët që i merr përsipër t'i realizon. Besimtari duhet ato premtime, ato nënshkrime, ato akte për të cilat ka thënë do t'i kryj, duhet t'i kryjnë. Andaj Allahu e lavdroi Musa alayhi salatu wasalam duke thënë falamma qadha Musa al-ajal. Musa e kryti afatin, madje e kryti më të plotin, të cilin nuk e kishte obligim, nga sa ai tha 8 vjet mehri edhe 2 piqefit tan. Vullnetarisht, pra kisha pas dëshirë edhe 2 vjet shtesë. Sa e ka kry 10 vjet. Dhe kështu vëllezër edhe suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, që kur mirët një vepër të përsoset, ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu do që njani pi juve kur e ban një punë le ta bëjë mirë. Andaj mësimi që duhet ta nxjerrim nga kjo ngjarje, cili vëllezër, që kur ta mirësh një punë, ban e mirë dhe mos hap punë të tjera. Nga se Musa alayhi salatu wassalam a kishte edhe angazhime të tjera, mirë, po kur i dha çfarë? Kur i dha vul aktit me prindin e asaj vajze, tha une çfarë? Do ta kryj këta. Tha dhalike baini wa bainak, tha kjo është mes meje dhe teje. Apo dhe kur e kryti ejelin, atëherë erdhi deri tek pika tjetër kur i tha tani kërkoj leje me mor familjen time dhe me shkue mu kthi në Egjipt. Për këtë arsye të mësohemi që veprat të cilat i bëjmë le ti përsosim. Mos e çelni punë kur ti s've del deri në fund.
Mos e qel një punë e lën gjys, pastaj kalon tek një tjetër. Dhe kjo vëllezër ka qenë prej çfarë? Kjo ka qenë prej traditës së sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kur e kanë marrë një punë, e kanë çuar deri në fund. E ne vëllezër fatkeqësisht i shohim plot për njerëzve, qoftë studim, qoftë lexim, qoftë çfarë lloj pune, e hap edhe nuk e mbyll. E hap dhe nuk e përsos. Dhe kjo vëllezër nuk është traditë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe nuk është traditë e njerëzve të mirë në dunja. E çfarë bën njerëzit e mirë vëllezër në dunja? E kryejnë një punë. Qoftë çat punë çka e kije, mirë po kryet si duhet. Edhe nëse je tregtar, edhe nëse je shitës, kudo që e ki punën tënde, ama ban e mirë. Nga se shiko vëllezër, shpesh njerëzit, sikur na do dhim më andej. Shpesh njerëzit mendojnë se të thirrurit në islam, të bësh thirrje në islam, patjetër është ti me fol për fe. A është kështu të plot për njerëzve? Pra, a nda shpesh i dëgjon thot, edhe unë kam çevë xho me thirr për fe. Edhe unë du me fol për fe. Ki në rregull. Pa e diti që me fol për fe, nuk i bie ti veç me dhon fetva, edhe me shpjegu për fe kur e ki pa ilm. Thirrja e çdo njanit pi musliman me për fe, ku te përsosmëria e zanatit vet. Ma në men këtë dhe zë shumë më rëndësi. Falemma qada Musa al-ajal, kur e kryti Musa afatin edhe e plotësoi aktin. Kështu që ç'a duhet si mu bë thirrës në islam. Nëse je student në shkollë, thirrja islame e jotja kur ti je i shkëlqishëm aty. Edhe kur thoje dikush pse po mëson, se jam musliman, se feja ma obligon kështu me mësue. Veç akti përsosmërisë veprës tane si student, kjo thirrën islam. Nëse je tregtar, qysh me thirr për fe? Edhe unë du me volo gjë për fe. Mos ban dallavera në kandar që kjo me thirr për fe. Kur të shohë dikush, kur ta mirësh epitetin ti, namin, se çiki njeri shkoni te çiki se zvedh, shkoni se çiki se nuk të mashtron kandar. Edhe kur të pyesin njerëzit pse sa ai xhamisë, ai namazit, çe për fe, çapo do me thirr më shumë për fe. Çfarë po do ti kur adresa e jote është besnik? Nëse ti e fiton që këtë adres, e mirë vëzë në qa po bojmë, ne po vendosim shumë hapësirë në mes fjalëve edhe veprave. Andaj edhe s'pëshkon fjala. Që s'pëshkon fjala? Se njës po thonë, po fjallën shumë të amël pe ka, po veprën s'pe ka qashtu. Fjallën shumë të mirë pe ka, ama veprën si ka kërkun. Andaj zërë, mos të harrojmë dhe mos të mendojmë do njëherë se dikush ka me na i morë neve fjalët, dërko që ato nuk e she të trupëzuar në mish edhe ndamar. Ti sa të dush fol mirë, sa të dush thuri fjallë të amla, mjallët me qitë pigoje, nëse në vepër je i idht, ka të kije. Pejgambert janë konë të amël në vepra, pastaj me një fjallë e ka kripunën. Shika dhe zë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, 23 vjetë pejgambert aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Djetarë kër i kanë studiu fjallë të veta, fjallë të pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallam, kanë thonë dikun parafërsisht, në kanë arë neve transmitime, 20.000 transmitime parafërsisht sakta, 20.000. 20.000 nëse i shpërndan për 23 vjet, për dit i be shumë pak ka fol. Nëse mena ditës njeri fol shumë, mirë po pejgamberi nuk e ka pas traditë shtu. Mirë po kur ka fol qartë. Kur ka fol, a kon harmoni me veprat e veta. Për këtë arsye shiko vëllezër, ne shpesh ardhëm ku menojmë na ma shumë të fol, ndoshta ma po ka efekt. Jo, e kundërta o vëllezër, duhet me qenë harmoni me vepra. Për këtë arsye, çdo kush ka mundësi mu bë thirrës, ama ku? Te fusha e vet, te zanati i vet, te mjeshtria e vet. Ndërsa kurora e kësaj cila te e kërkuara e tij, çati ku ti lipësh. Ti për shembull, nuk ka mundësi tregtari me thënë, e unë çish me thirr për fe, edhe unë po du me fol për fe. S'ka mundësi. Ti nëse ja jep hakin tregtisë tane, tezgës tane, pazarit tan, dyqanit tan, ti thirr si më i madh feje po. Pastaj ti me një fjalë, mund është ka mundësi me mu bo sebeb dikush me uzun fejnë Allahu Gjeli Gjilalu. Për këtë arsye vëllezër të mësohemi nga kjo ngjarje e Musait alayhis salam, që ti plotësojmë detyrat tona, ti plotësojmë amanetet tona. Andaj tha Allahu Gjeli falemma qada Musa al-ajal, Musa e plotësoi ajelin e vet. Vazhdon Allahu te bareke ve teala duke treguar për Musain alayhis salam se si e mor familjen e vet dhe shkoi në kthim drejt Egjiptit. Dhe nga kjo vëllezër çfarë kuptojmë ne, se megjithse neve ngjarja po na rrëfehet në Kur'an. Nëse dalim jashtë Kur'anit, ngjarja po zhvillohet normal. Musa nuk ka ditë që ka mu bë pejgamber, dhe Musa jeton jetën normal. Për këtë arsye vëllezër,
nuk ka diçka në dunja që ndodh vetë se është e çfarë? E shkruar për me mrit e kaderi. Ata do të dhim na, ku Allahu te bareke kjo do të përmend, wa ji'ta ala qadarin ya Musa. I ka thonë o Musa, erdhe në kader. Deri te me fol me Allahun xhelel xhelalu. Andaj vëzë nuk ndodh diçka në gjithësi vetë se Zoti e menaxhon. Zoti e drejton. Zoti ka planifikuar gjithçka. Deri edhe gjethi ku të bërë pidrurit, atë e ka shkruajt Allahu subhanahu wa taala. Por këtë arsye vëzë ne çfarë nxjerrim nga kjo që kanë nxjerr dietarët, kanë thënë se Allahu xhelel xhelalu krejt gjërave që të mëdhoja ju paraprin me kader. Shiko, e kanë ndjek Firauni, i kanë ndjek foshnjët, e kanë ndjek nanën e Musait alayhissalam, se ka linë në vitin kur ka ligje ka rrok me evra fëmijën. E ka majt në lumë, e tjere derisa apo usill këtë vështirësi u martun me djen, tani e merr malli, këtë kjo duket e pa planifikuar. Ama Allahu çka i thot, këtë e kena planifikuar o Musa. Këtë ne e kena planifikuar. Këtë e shkruar me atë me ardh që tu me mu taku me mua. Mirë, po këtë që kjo mos me pas ndodh, nuk vike deri te kjo. Për këtë arsye vëllezër, nuk ka diçka që Zoti xhel xhelalu don me e bëj të madhe vetë se ja paraprin me kader. Për shembull vëllezër, ai shkon sot në Medinja e pejgamberit alayhis salam, ajo Medinë e madhe, ajo Medinë e rahatshme, ajo Medinë e begatshme, ajo Medinë e cila ka thënë alayhis salam në namaz është 1000. Ai shkon që kjo Medinë sot mos me pas përzon me kelit në Medinë, jo si shkon. Për këtë arsye, për me e bë Allahu dhe një Medinë, pra e cila i ngjan në shenjtëri Mekkës, apo e kanë përzon me kelit. Kjo ka në vështirë, ama Allahu ka dash me bë dhe Medinën qytet të begat. Për këtë arsye, në çdo vështirësi që ti nuk ke mundësi me zbërthye, Allahu e ka edhe një urtësin ta, edhe një qëllim ta, edhe një objektiv ta. Për këtë arsye Allahu xhel xhelaluhu krejt këtë jetë ja silli Musës që të vjen në kaderi me fol me Allahun subhanahu wa taala. Mësim tjetër vëllezër që kanë dhënë dietarët nga kjo cila vëllezër është se pejgamberët e Zotit xhel xhelaluhu, sikur që e përmendëm, janë si të gjithë njerëzit. Frikohen, ikin, ndjejnë ftoft, apo kanë kujdes për familje, këtë këto vëllezër normale. Për këtë arsye çka thot Allahu xhel xhelaluhu, wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur naran qala li ahlihim kuthu. Ajci pri Medjenit drejtuar në Egjipt, edhe dikon nga turi Sejna, apo aty e ka ftofti madh dhe nuk i ndez zjarri. Dhe ftofti apo tash e shqetëson Musën edhe për shkak të familjes, nga se ka qenë me familjen e vet. Atëherë kjo çka argumenton vëllezër, se pejgamberët janë si këtë njerëzit, e ndin ftoftin, e ndin frikën, e ndin terrin. Këto vëllezër janë normale te pejgamber. Për këtë arsye Allahu xhel xhelaluhu nuk ka dërguar pejgamber pos nga lloji i vet njerëzimit. Rasulun minkum, një i dërguar për juve. Për çfarë arsye për juve vëllezër? Pse ai e nin ftoftin? Pse ai e nin frikën? Pse ai ka lip zjarr dikun që ta ndezë për familjen e vet, që ne kur ta marrim mësimin se mu paskon ai melek, sikur që kanë thënë Kurajsh, pse s'po dërgon Allahu një melaçe? A mundna vëllezër me na pasur Allahu një melaçe? Nëse e keni pa njerëz vëllezër, zakonisht tek modeli njeri shohin ka njerë të meta. Dhe sikur ata s'kan të meta dhe e kërkojnë një përsosmërite i ndjekuri. Apo, por çemu vëllezër, Arabët kanë thënë, ne e dojna pejgamberin me laçe. Allahu gjela thot, e ju me laçe jeni që mja u pu me laçe pejgamberin. Mirë, tjetra. Me pas brit Allahu pejgamber melek. Ne kish bën imam melek. A mujna me ndjek vëllezër? S'kena mundësi me ndjek. Pse sa i buks ha. Ujspi, apo nuk ndin lodhje, apo para menoje me na qut Allahu xhelala një melek pejgamber, apo një melek imam. Çka kishmi me bë? Ai lidhet Allahu Akbar, apo edhe i ban niyet për shembull mi fal 20 mijë recate hiç pa unal. A mund e rin masna? Su një rin namaz. Pse na mini herë, o xho, ajo kjo ujin, apo te jemumi mshloj takati buka çaj kafja. Po këtë arsye Allahu çfarë thot? Ja u çojm pejgamber njëri që edhe këtë me ka buka, që edhe këtë jape selam, dale për namazit, ta këshim që shpo jeton tash. Për këtë arsye vëllezër, mësim prej mësimeve që i kanë gjithë detarët është, shiko, Musa të hes me familjen e vetë, e nin ftoftin, e nin terrin, e nin frikën, krejt këto për çfarë? Që unë të kam mundësi të ndjeki. Nuk ka mundësi na me ndjek një imam, ndërkohë që ai s'ka të meta. Në kuptimin njerëzor, jo të meta e të cilat e mangësojnë ata. Mirë, po për shembull, fle, apo shkon nevojtore. Pejgamberi shkon nevojtore. Për çfarë ajo njeri?
Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka diçka që nuk na e ka mësue. Por çfarë arsye se na e dha njerëzi. Andaj Allahu xhelel xhelalu i bëri pejgamberët që të kenë natyrë njerëzore, që të jetë më afër ndjekja e njerëzve ndaj tyre. Mësim tjetër vëzër që kanë nxjerrë dietarët, cila është se këtu Musa alayhi salatu wassalam a e ka ditë ku ashtu shkue kur e ka pa zjarmin? Jo. Që argumenton se pejgamberi nuk e din gajbin. Nuk e din gajbin. Për këtë arsye Allahu xhelel xhelalu neve na rrofen nga panjohurit e pejgamberëve dhe nga frigrat e pejgamberëve prej të ardhmës. Për çfarë arsye? Që të na tregojë neve se ky nuk e di të ardhmën. Pejgamberi alayhis salam vëzër 40 vjet. 40 vjet, sikur që e përmenëm te Musa alayhis salam. Kur ka takuar me Allahun xhelal, sa vjet i ka mush? Kur ka dalë për Medjenit, i ka pas 30 vjet. Kur ka dalë për Egjipt, i ka pas 30 vjet. Kur i ka bë 40 vjet, ka ardhur në kaderin e Allahut më bë pejgamber. A e ka ditë 40 vjet përpara se ka më bë pejgamber? Jo. A e ka ditë Muhammed Mustafa alayhis salam 40 vjet përpara se ka më bë pejgamber? Jo. Sikur ta kish ditë, kur i ka thënë Xhibraili Iqra, kish lexu. Po i ka thënë unë s'di me lexu. Ai ka thënë Iqra, s'di me lexu. Iqra, s'di me lexu. Pastaj e ka marrë dhe ja ka lexue fjalët e Allahu xhelel xhelalu. Pra pejgamber nuk e din gajbin. Kjo çka i bie vëllazër, se pejgamber nuk adhurohen. Pejgamber ndjekën, nuk adhurohen. Pra nuk i bëhet lutja pejgamberit alayhis salam. Nuk i drejtohet ibadeti pejgamberit alayhis salam. Por ibadeti i drejtohet veç Allahu xhelel xhelalu në në sunnetin e pejgamberit alayhis salam. Argument ka nuk e din gajbin. Nuk e din gajbin. Ja, kjo është argument prej argumentit që ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Tjetra vëzër prej mësimeve që i kanë nxjerrë dietarët, cila kujdesi i Musait alayhis salam për familjen e vet. Vini re, thot Allahu xhelel xhelal, sara bi ahlihi min janibi at-turi naran wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi naran qali ahlihi mkuthu. Duke ecë rrugës, tu kthi për Egjipt, e ka pa një zjarr. Dhe çfarë i ka thënë familjes? Ka thënë rrini ju këtu. Apo, dhe nga kjo vëzë çfarë nxjerrim? Kujdesi për familjen. Se tani nuk ka vet. Kur eci vet të shkuën me djen, ka tjetër status. Tani ka tjetër status. Andaj, kujdestari i familjes ngarkohet me ngarkesa që nuk i ka kur o vet beqar. Kur ke vet ndryshe ke. Andaj çka tha Abdullah ibn Abbasi, kur ke vet ahante çka qëllon të rrugës. Apo, ama tash nuk ka çashtu. Për këtë arsye, familjari, ai i cili ka përgjegjësinë vet dikan, ai përgjigjet për ata. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in, krejt ju jeni përgjegjës. Si cili ka më përgjigj për ata çka e ka në kujdesin e vet. Andaj shiko, nuk ka njeri i cili jo beqar dhe i cili jo i martum. Nuk ka njësoj. 45 ditë ka ecë në kam, ama kur ka ardhur me familje jo, ka marrë deve. Se nuk mundën mi bajt, ti mundesh me ecë vetëm, gruaja s'mund me ecë, fëmia nuk mund me ecë. Për këtë arsye vëzë shiko, këtu e kemi kujdesin e familjes, kujdesin për familjen, kujdesin për evladin. Çfarë ka thonë? Rrini këtu, shkoj ta gjej të zjarr, që t'ju ngrohi, që ta gjeni udhëzim, gjasë e ka humb rrugën. Midis rrugës edhe e ka humb rrugën. Pastaj, premtimi vëzë që kanë nxjerrë dietarët në këtë kontekst, cila vëzë është husnu muamalati Musa. Shiko sa mirë o sill Musa alayhis salam me familjen e vet. Kuthu, rrini këtu. Ka pas sjellje të mirë me familjen e vet. Ju ka fol qet, ju ka fol but. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Më i miri pi juve është më i miri, ai i cili sillet me gruan e vet. Ka thënë dhe unë sillna më së miri me gruan time. Apo, shpesh vëzëri na kemi shpjeguar këtë hadith që ta kuptojmë se këtu nuk ka për qëllim ndonjë romancë. Nuk ka këtu për qëllim kush e do gruan e vet më shumë, ajo më i miri, jo. Këtu për qëllim vëzë përgjithësia. A dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, më i miri për juve është më i miri i cili jo me gruan e vet. Çfarë kuptimi më i miri se gruan e vet? Që ajo shkon më shpesh të duan në WhatsApp, jo. Çka shpërndan më shumë lula, jo. Cili jo vëzëraj? Ai i cili kujdeset më mirë për gruan e vet, në çfarë kuptimi? Ai i cili sillet në karakter dhe në përgjithësi dhe në të drejta më mirë me gruan e vet. Por çfarë arsye? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri rahimahullah, sepse familja i sheh të meta çka si shohin të tjerë. Apo, ti kur dilsh me njerëz të tjerë, ruhesh, mbahesh, apo e mbledh veten, i mbledh komt, e mbledh gjuhën, edhe nuk çojnë hakikat.
Kur shkojsh të shtëpia i he krejt. Apo, edhe shlohesh në karakter. Te shtëpia i e original. Apo, e ka thënë alayhi salatu wassalam, ai kur shihet në original, si të jetë i mirë, ai edhe me tesh ai mirë. Pra, gruaja jote të isha këtë karakterët. Këtë karakterët. Ai e di çfarë gjuhë ki hakikat. Ai e ti shumë diplomat, ai e ti politikan, ai e ti që di me fol në tregti, ai e di që ti në çajtore ruhesh, ama ajo thot çka? Po unë një tjetër e njoh. Ju se njihni, unë e njoh një tjetër. Për këtë arsye vëllezër, Allahu xhela ka bëu pejgamberin sa 9 gra. Tut nëntat për një herë kanë thënë nuk ka më të mirë se pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse? Se ta e kanë pa vëllezër. E kanë pa mrena në shtëpi. E kanë pa si sillet. E kanë pa çfarë karakteri ka. Për këtë arsye vëllezër, nëse gruaja dëshmon jashtë emocionit, e dikush normal se çdo grua dëshmon për me rujt autoritetin e burrit vet. Por nëse dëshmon se ky burr edhe mrena nuk shahet, edhe mrena nuk përdor fjalë dyta, edhe mrena kur kush nuk e sheh, është i sjellshëm, ka karakter, ka moral, ta di se jashtë edhe më i mirë. Ta di se jashtë më i mirë. E mirë, pika e dim vëllezër se na pejgamberi sa më kon më i miri pikëve, ka thënë alayhi salatu wassalam, un sillna mas mirë ti me gratë mia. Te pse me gratë mia standard për të mirën e tina, sepse kur unë në shtëpi sillna mirë. A mund ta barononi jashtë? A mund ta barononi jashtë? Po kur shtëpi unë shlona me gruajën. Pra në kuptimin nuk ruhen, e ke pa njerëz nuk ruhen me gruën e vet. Dhe zakonisht, sikur ka përmend Ali Shokani rahimahullahu taala në librin e tij Nailul Awtar, ka thënë ka disa prej muslimanëve, të cilët kur janë me njerëzi rrin but, flasin mirë, diplomat, kur shkojnë te shtëpia shndrohen në tigra. Po, mos i fol tash tina se keni nervoz. Pse mos më fol valla? E po shka hinë në shtëpi kallzon. Po shka u martove fillimisht. Nëse gruaja jote nuk e gjen ngrohtësinë, nëse gruaja jote ni muhabet s'e bën me tije, nëse gruaja jote nuk e ka ni mbështetje, shiko Musa alayhi salatu wasalam, arrini çto jo kuthu. Prit, unë e kri këtë punë. Pa këtë arsye vëllezër, besimtari duhet me qenë karakter plot ku aty ku është original. A ka mundësi për shembull për biznese të ndryshme? A keni pa një që shtillen me mushterinë, nuk ka problem, nuk ka problem. Shibe, borbe, nuk ka problem. Pse? Vestja shese. Apo, a e keni pa shumicat e shefave s'kan merak me ja bezdis mushterinë. Pse? Se ja be parë, jo që jetë mushterinë. Ai sa shkoi thotë hajde çafën ta theje. Parë me mi. Mirë po, ku diktohet njëri në original? Atje zbulohet në fshecinë e katër murave. Për këtë arsye vëllezër, nëse karakteri i burrit me gruën e vet dëshmohet i fortë, jashtë është edhe më i fortë. Pe dobi vëllezër që i kanë dhënë dietarët në këtë kontekst cila është se Allahu subhanahu wa taala na tregon se Musa alayhi salatu wassalam i ka marrë sebepët. Anasa min janib at-tur naran qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin au jadhwatin min an-nar la'allakum tastalun. I ka thon familjes vet rrini ju këtu se e pa çdo zjarr. Shkoj të lipi gaca ose ta gjej doni udhzim. Do një njeri që mullzon se ka humb rrugën. Kreç që kjo vëzë çka quhet? Marrje sebepeve. Apo a nejtja i midis natës me thon piqojmë durt ka Allahu xhel xhelalu hu po lutmi bashk. Jo vëzë. La'alli atikum minha bi khabar. Televizione, shkoj ta lipi. Shkoj e lipi o vëllezër. Por këtë arsye nuk vjen ndesh mbështetja e pejgamberëve te Allahu me kërkimin e sebepeve. E ka lip sebepin ai. Ka thonë shkoj ta gjej ndonjë gac, mos pendezë zjarrin, apo ta gjej ndonjë njeri që më ka thonë ka udha, se ka humb rrugën. Andaj shikoj vëllezër, në Kur'an kjo vazhdimisht theksohet. Lip sebepin, mbështetun Allahun. Andaj ka thonë Ibn Qayyim el-Juzeyy, zemra mbështetet, dora lëviz. Zemra mbështetet. A na shekën apo vëllezër, na mbështet me dorë. A vjen mbështet Allahu me dorë? Jo. Dora e lip sebepin. Kama e lip sebepin. Trupi e don sebepin fizikën, materian, landën, ndërsa zemra e don mbështetjen. Ti shkon te ajo, apo ai ka qenë mbështetur në Allahun xhelel xhelalu. Andaj edhe ka taku Allahun subhanahu wa taala dhe ka fol me Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye vëllezër, marrja e sebepeve asnjëherë nuk vjen ndesh me me mbështetjen e Zotit te bareke wa taala. Gjithashtu vëllezër, prej mësimeve që kanë dhënë dietarët tek pjesa kur ka kthi prej Medjenit Musa alayhi salatu wassalam, cila vëllezër është se Allahu xhelel xhelalu çdo pejgamberit
i dërgon natyrën apo shpalljen në atë formë që i duhet dhe i përshtatet zamanit vet. Apo pse shumë njerëz thonë, pse Allah ja ka bë shkopin gjarpun? Shkopin gjarpun. Pse i ka thonë, shtinë dorën në xhep të khruj bejda, dele bardh, flak e bardh, pa asnjë njoll të zez. Pse i ka thonë kështu? Sepse vëllezër, do të vijmë na pak nesër me lenin Allahu te bareke ve teala kur Musa takohet me Firaunin. E për ta kuptuar pse shpallja Musës alayhis salam i vjen me shkop, edhe me gjarpën që shndrohet, edhe me dorën e bardh, për çfarë arsye? Sepse në kohën e Firaunit, në kohën e Firaunit, shkolla fillore, shkolla e mesme, fakulteti, magjistra, edhe doktoratura, ma e kërkuara në atë vakt, cila kanë mu bë magjistar. Pim fillore i kanë bë fëmit magjistar. Pse? Se e merr rrogën më të madhe. A e dini sa magjistari ka pas Firauni personal që ja kanë punsuar në pallat? 3000 magjistar. Me rrogën e ministrave 3000 magjistari ka pas. Ato i ka pas për çfarë? Për me jau turbullu njerëzve muhabetin. Por shembull, Musa alayhis salam a pshtoi pi Firaunit. Se mi po çish pshtoi? Se ai vrit te fëmijë. E mirë, tash kur del muhabeti se vret fëmijë, kush e ban Firaunin njëri të mirë? Magjistar. Nuk ka e vërtet ajo. S'është e vërtet. Dalin ato kallzoj, nuk ka e vërtet. Ai nuk është njëri që i vret fëmijë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, kjo ka ndodhur për ndonjë sebeb tjetër. Fillojnë magjistarët me çfarë? Me mjegullu muhabetin e Firaunit. 3000 sihirbazi ka pas. Mirë pa Allahu xhel xelaluhu, kret atë fakultet që e kanë pas të magjistratu, të sihirbazave dhe magjisë, ja ka bo Allahu xhel xemat Musës alayhis salam. Kur atakoi Musa alayhis salam me sihirbazë, do shohim 3000 të parë minjar ja merr. Këtë banë musliman. Pastaj i thirë për zdyti 80.000 pikit shtetit vetë. Që do me thonë se në kohën e Musait alayhis salam, ma e përhapura cila ka qenë? Magjia. Andaj shiko, Allahu e ka sjell shpallje në kohën e Musait që ti reziston kujna, asoj mat një orës. Për shembull, pse ka zbit te Muhamedi alayhis salam Kur'ani? Dhe Kur'ani dhe zër, fuqinë e vetë ku e ka? Në tekst. Për shembull, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur naran. A shikoni këtë formulim të fjalës? Këtë formulim të fjalës kur e ka dëgjuar arabi, çka ka thonë? Kjo nuk ka fjalë njeri. A e dini pse nuk ka fjalë njeri? Sikur që ka thonë Utbah ibn Rabia, ka thonë që këtë Kur'an që ka lexon Muhamedi alayhis salam nuk ka fjalë njerit. A e dini pse nuk ka fjalë njerit? Që tash e kuptoni vëllezër. Magjistarët në kohën e Firaunit e kanë mrit kulmin. A thash, pinë shkollë fillore mësojnë për magji, e shkollë mesme, e në fakultet, e magjistër, akademikat më të lartë, magjistar. Magjia mas nalti kur ka mrije te Firauni, çka kanë mujt me ba? Me gjujt gjarpën, me i tut njerëzit. E ka gjujt si bolle e madhe. Apo? E Allahu gjallë, çka e mësoj Musën? Tha, gjuje ti shkopin, ba gjarpën ma i madhe se gjarpat e atyre. Për këtë asje, kur kish mri kulmi magjijës, kulmi te Firauni, ato magjistarë që kanë thonë, na jena matë fortit në vend. Matë fort, s'ka magji matë fort se na. Kur ka arë Musa, edhe kitë gjarpnit ja ka gëltit. Që ka thonë? Ka thonë që kjo nuk ka takatë njërzor. Lejket ma bet. Ande ka thonë, amen në bi rabbil alamin. Na i besum zotit botrave. Pse i besum? Se që ka thonë, na jena matë naltit magji që shtu, që kjo nuk ka normal. Një njeri 80.000 magjistar mi mujt, nuk ka normal. Një njeri 3.000 magjistar për një hanë mi mujt, nuk ka normal. Pra, ata për çfarë kanë thonë? Ka thonë, janë na e dim këtë magjia s'ka. Për këtë arsye nuk është kudreti njerëzor që ka te Musa alayhis salam. E tani vëllezër, kthehemi te Muhamedi alayhis salam. Çka ka mri maja e njerëzimit te arabët në kohën e pejgamberit alayhis salam? Çka ka mri? Gjuha, poezia, thurja fjalive. Edhe kur e kanë ngu Kur'anin, ato çka kanë thënë? Ka thonë shiko, na ku e mrenëm të folurit maksimumin e njerëzimit, maksimumin. Pra më nalt se sa çegaç nuk ka. Po këtë arsye vëllezër, vjen shpallja në përputhje me ku? E shikon Allahu ja ku ka mri njerëzimit
ku e kam ri maksimumin, së në shkojnë më nalt që tu. Ja u bje Allahu më të nalt se çajo, për të kallëzuar se çka nuk ka njerëzore. Çka nuk ka njerëzore. Kur'ani dhe zër, sa e kanë ngu arab. Ka thonë na dina me fol, që kjo nuk ka mundsi njëri me fol çështu. Kjo fjalë e Zotit xhelel xhelalu. Po këta si u dhe zër, që ta kuptoni. Për shembull Allahu xhelel xhelalu na tregon neve për bijtë e Israilit më vonë, çka do t'i banë Musa musliman, pastaj më vonë me kalimin e ditëve binë me një sprovë dhe e adhurojnë viçin. Adhurojnë viçin. Shkon Musa alayhis salam me fol me Zotin e vet dhe këta adhurojnë viçin. A mundi para më vëzhgoj tash. E adhurojnë Allahun, e kursa Musa adhurojnë viçin. Dalmi pak ma, çka i bie kjo për Zotin e Madh te bareke ve teala. A mundesh me para më për shembull, me thon ti dikush këtu. Qyre, sa të kam tije, sa i e ti këtu, rri me ti. Kur si e ti në vend ti e kam lopën. Çka i thuti? Qish, kur si jam unë në vend mu e ki lopën. A mundesh me para më njëri sa nervozohet. Para më me thon ti dikush. Për shembull, sa i e ti shoqërit kam ty, kur si e ti me ki jam a lopa. Do me ti edhe lopa, ja ti e lopa. Tu dit njësoj ma krini punën. Para më vëzër, e kanë adhuru Allahun. Pastaj ka ec Musa me fol me Zotin, ta e kanë mur viçin. Ama vëzër, çish me e kuptuna se Kur'ani nuk ka njerëzor, është hinor. Allahu xhelalu ala kur e kanë adhuru viçin bijtë e Israilit, çfarë ka thënë? Wa ma zalamuna, walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Ne kur jon tam s'kan bë. A mund të para më vëzër, kjo krimi ka mri kulmin, Allah po neve s'kan bë dam, vetë si kanë bë dam. E tash ta shohim njëri që shfol. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, luftën e Uhudit, ja kanë thënë dhamt, alayhis salatu wassalam, luftë, ja kanë thënë dhamt, të përpara. Ama për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njëri, ai e ka dhimbtën. Çka tha? Çish mundet një pejgamberi Allahu më ja çu popujt vet ata më ja thënë dhamt. Dhe një muj dit ka bëu dua, o Allah mallkoj, o Allah shkatërroj. Pse që kjo? Se kjo njëri këtij dhem. Kur ka dekë Abu Talibi u ka mërzit. Kur ka dek Khadija u ka mërzit. A ka mërzit? Kur i ka dek familjarët u ka mërzit. Kur i ka dek mbesa ka kajt, ka thonë Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu an, ja Rasulullah pse po kanë, ka thonë po loti po del vet. Zemra po mërzitet vet. Që kjo pejgamberi jon alayhis salam, ama njëri, dilte Kurani. A ka mundësi për shembull kur vdesin 1000 njerëz, a mundesh me gjetë në Kur'an shembull hasha, me thonë Allah, shumë njerëz vdiqën. Allah nuk mërzit. Allah nuk ka. Andaj kur e kanë bë krimin më të madh njerëzimi, çka ka thënë? O ma dhalemuna, lakin kanu anfusuhum yadhlimun. Ne vetë kanë bë zullum, do vetë si kanë bë zullum. A e kupton vëzër çfarë retorike o këtu? Çfarë retorike o te pejgamberi sallam? Kur'ani nuk ka. Kur'ani ta jap urdhën, thotë zbatoje, si dush zbatoje, si dush mos e zbato. Fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do të besoj, kush do të mohojë. A ka bëj çdo pejgamberi sallam? Jo, ka dalë në pazar, ka thonë, o ju njerëz, ngomli be pak. Shiko, ketër natyra. Allahu që thot, si dush beso, si dush mos beso. Pse? Sa Zoti nuk të lut. Zoti nuk të përgjërohet. A ta jap urdhën si dush zbatoje. A pejgamberi sa më ka thënë Abu Talibit, ja ammi, o xhajem, thuj be la ilaha illallah. A fol çështu Kur'ani? Jo. A do pejgamberi sa më ka zbrit kur ka tentuar me bë migjën e vet musliman, s'e ne ka bë. Shiko këtë lut me çka i ka bë. Ka kajt pejgamberi alayhis salam, ka kajt, o migjem, pranoj Islamin. Hajt ta shohim Kur'anin që ka trajtuar. Çta kuptoj vëzër, se na ende nuk e kemi kuptuar se këtë fjalë ka zbrit Zoti i Madh. Çu ka trajtuar Kur'ani? Kret këtë dhimbt pejgamberit alayhis salam se s'pe pranon Islamin e Abu Talibi, çai ka thënë, "Leysa alejka hudahum." Ha, ti s'e uzon kanë do ti o Muhammed. Shko thjesht. Ti o Muhammed s'e uzon kanë do ti. Ki ka kajt, ju ka dhimbt, ka për këtë këto dhimbta, ama kjo është Kur'an, kjo është fjalë e Zotit. Zoti nuk ka. Për këtë arsye shpesh herë, kur jemi në emocion, kur jemi në sprovë, në siklet, zakonisht na formojmë me frymën e njerit. Pse nuk reagon Zoti më një herë? Pse nuk po na ndihmon më një herë? Por çemu i shoh në vrasje, fëmijë, pleq vrahen, gra pa faj vrahen, jetima, lijen, shatora, gjuhën, bomba, dhe njeri çka thot? Ku ba Allahi? Tash, ku Allahi? Ti e të vetë me çkan? Me strukturën njerëzore. Allahi nuk ka secili. Firauni Allahu kur ka ardhur Musa alayhis salam 90 vjet i ka pas. 90 vjet i ka pas Firauni. Sa fëmijë i ka vrarë, sa foshin i ka vrarë. Musën ka dashur me vrarë. S'ka pas problema i vrasin edhe myqen. Tash, a shpërsu gjendja? Po Zoti nuk vepron çish menojnë ana.
Nuk vepron Allahu që shmenon e ba 13 vjet pejgamberi alayhis salam Mekke. Tortur, sprov, tortur. Tash 13 vjet na letë kena me lexu këtu 13 vjet. Ama 13 vjet kur jetojnë janë shumë. Allahu gjitha mas 13 vjet i ka thonë, hajde pak kemu liru shkon me dine. Por këtë asyë vëzër, Zoti i madh xhelle xhelaluhu nuk vepron që ish veprojnë na. Neve kanë jara po thëna na vend te huna. Tit ka orë te huna. Po Zoti xhelle xhelalu nuk ju sosat sabri. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ka dikush më sabërli se Allahu. Argument, ka thonë pa Allahin që ka gjallë, që ka gruje, ama Allah prap ju jep me hangër. Sa njeri o vëzër, sa i ka bota sot? 8 miliard, a i ka dikon 2 miliard për afërsisht që janë musliman. Me deklarat, hakikat Allahu alem sa janë 2 miliard musliman. Po i marrë me si numër 6 miliard nuk e adhurojnë Zotin. 6 miliard njerëzi. Dikush për të në thotë Zoti ka gruje, dikush për të në adhuron lopën, dikush për të në vicin, dikush për të në dolarin, dikush për të në sistemin, e tjere. Allahu, a ja u zafrimën me njëherë? Jo. Andaj ka transmetohet që ka transmetohet Imam Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullah, se një ditëve Ibrahim alayhis salam ka pas traditë sa herë që ka hangër bukë ka thirrë misafir. Dhe një ditëve s'ka pas misafir. Del në xhade, rrugë edhe e thirr njëri. Thotë hajde ha bukë me mua. Edhe e thirr të shtëpia. Edhe tu hangër bukë, i thotë ban bismillah. Ai thotë unë s'baj bismillah, unë kam zotin ta. Ai thotë në emrin të Allahut, jo unë s'e kam në emrin të Allahut. E po thotë mos i ban bismillah çu mos hajt, mos ha. Edhe e përza. Allahu gjallë i shpal Ibrahimit alayhis salam. Thot, o Ibrahim, pse e përzune? Tha, po nuk tha bismillah. Thot, po për 70 vjet aja tu thamë në mën të putit, unë i jap buk me hangër, një ditë e more tisën i dhave. Një ditë veç e more. Ka dalë jashtë e ka ngarrejt atë njeri, ka thonë, hecë tu mrejna, hajde ha buk. Ka thonë, po çka u bë? Ka thonë se Zoti jem shpalli se kështu. Ka thonë, kanë kiti Zot? Ka thonë Allahu xhelle xhelalu Rabbul Alamin. Ka thonë për mua çashtu më tha, që 70 vjet i jap me hangër, tu adhuru Putin ta po. Tha kallzom çish me një fejon tonë. A kupton vëzë se Allah ju jep me hangër dhe me pije dhe ata që nuk janë musliman. Pse ti ju jep aty nuk janë musliman, Allahu ju jep. Çaj Zot çka ti i besesh dhe i jep edhe qafirit me hangër. Çaj Zot çka ti i ban ruku dhe qafirit jep me hangër. Pse? Se e ka rob. Andaj vëzër, Allahu nuk vepron që veprojnë ana. Pa këtë asyje i dërgon shpalljet në përshtatshmëri me nevojat e kohës. E në kohën e pejgamberit sa pse Kur'ani ishte shpallje e Zotit? Sepse ata kishin mri kulmin e të folurit. Marrjedhshëm se arabët që flasin kur kush nuk flet. Për këtë asyje kur ka ardhur Kur'ani, a mund të anu tash këtu. Limitin e kanë mri arabët, limitin. Edhe Allahu i thot, a jeni ju gjuhtar? Po. A e dini gjuhën? Po. Me cila shkronja folni? Me shkronjët e arabëve. A e kuptoni vëzën Kur'an? Për çelën me Kur'an, me muj Kur'anit. Si e nis Allahu surët? Çe e nisi? Surën Qasas. Ta sin mim. Çfarë janë këto shkronja? Qaf, elif, lam, mim. Çka po ju thot Zoti? Allah ju drejtohet arabëve. A jeni ju gjuhtar më të nalt? Po. Çka më të nalt se ju? A diti kush poezi me thurë më mirë se ju? Jo, në rregull. Me cilat shkronja, me cilin material? Me çto shkronjat e arabëve. Në rregull. E Allahu i thot ta sin mim. Ja me shkronjat e juve unë pesbes Kur'anit. Hajde një sure pa nisoj. Sikur kur i thu dikujt, çe materialin ku e ki, bën një iPhone. Çe me plastik po ta jap, me xham po ta jap. Hajde bane. Çish më e bëu? Çish më e bëu? Se ki aftësinë, kur nuk e ki aftësinë me materialin tan, me formulu një fjali, kjo i bëj që është i jashtë kudretit njerëzor. Andaj vëzër, Allahu xhellahu ala e ka dërgu Musa alayhis salam. Çka i tha? O an alqi asak, gjuje kan shkopin, shndrohet në gjarpën. E pse gjarpën? Se magjia o konat në të vakt. Andaj për shembull Isa alayhis salam, nëse na mundson Allahu xhellahu ala njëherë me fol për Isa alayhis salam. Isa alayhis salam, çfarë ka ardh? Çfarë ka ardh? As i ka ardh Kur'an, as i ka ardh shkop, as nuk i ka ardhë gjarvën. Çka i ka ardhë dhe zërë? I ka ardhë nivelli ma i nalë që kanë mërije kush? Romakët edhe bitë Israelit në të vakë. Cile ka qenë dhe zërë? Në kohën e Isës a.s. ka mërij kulmi i mjekësijës. Mjekësia, ka mërij kulm. Mirë po prap kanë me dosmuja pa u shëruë. E Allahu e ka bo Isën sebeb. Qfarë? Që a keni mëriju kulmin e mjekësijës? Po. Hajtë shëroje lebrozën. Valla ala s'kena mërije. E u Isë thot, unë e shëroj.
Hajt ngjallet vdektin, jo, kjo është jashtë kudretit doktorit. E Allahu që ka thonë bi idhnillah, me lenë Allahut Isa edhe dekmin e ngjall. Për këtë arsye çdo popullit i vjen çfarë? I vjen shpallja me pejgamber të natyrës me të cilën ata e kanë mri kulmin, pastaj Allahu e bën diçka e cila është jashtë kudretit njerëzor. Për këtë arsye çdo shpallje e cila i vjen pejgamberit, në këtë rast Musait alayhi salatu wassalam, i vjen bërshashmëri me atë çka ka nevojë. Gjithashtu dhe prej dobive që i kanë nxjerr dietar është se çdo pejgamberit Zoti i çon fakte për të besuar njerëzit në ta. Çdo pejgamberi Allahu i çon fakte për të besuar njerëzit në ta. Për shembull, a ka mundësi dikush me ardh pejgamber edhe me thonë unë jam pejgamber? Argument, s'ka nevojë argumente. Jo. Çdo pejgamberi Zoti i çon mucize. Pse mucize, vëllezër? Sepse njerëzit janë të dobët. Njerëzit nuk i kuptojnë gjërat veç me lajme, duhet me fakte. Për shembull, me pas thonë pejgamberi unë jam pejgamber, më ka fol Zoti. Argument, s'ka argumente. Jo. Për këtë arsye, për ta qetësuar zemrën e njeriu, Allahu dërgon fakte. E cilat janë faktet e Musait alayhis salam, do t'i shohim pak më vonë. E cilat janë faktet e Muhamedit alayhis salam? Në kohën kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vetë pi fakteve ka qenë vetë pejgamberi alayhis salam. Vetë natyra e tij, vetë struktura e tij, vetë fiziku i tij, për të cilin ka thënë Abdullah ibn Salami radhiyallahu an, kur e kanë pa pejgamberin alayhis salam dhe ja kanë pa fytyrën, e kanë pasur pejgamber, se nuk ka fytyrën atë. E ka pas vulën prapa shpine. Edhe ja ka thënë Allahu xhelal disa prej mrekullie si çarja e hanës, apo edhe kur e ka shti dorën pejgamberit sa në ujë, ai ujë sa harxhu derisa ka hek dorën. Kjo ka qenë mrekullie pejgamberit sa. E ka shti dorën kanë njerëzit kanë marr ujë. Edhe uji s'u ka harxhuar. Pini enës. Kur e ka hek dorën pejgamberit sa, atë uji ka kthin në vendin e vet. Uji ka kthie në vendin e vet. Mirë, po argumentet që to janë për neve lajme. E cila ka qenë ajo më e madhe që për neve është argument për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Ja. Kush nuk e di çta? Kush nuk e lexon këta? Kush nuk e mëson këta? Nuk e di se pejgamberi sa më pejgamber. Se pejgamberi ka ndruar jetë. Andaj thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullah, ja ka rujt Allahu këtë pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasallam në mushaf, në Kur'an. Kush e lexon Kur'anin dhe zëre din se pejgamberi sa më pejgamber. Argument thotë Sheikhul Islam Utaimi, sepse natyra e ligjeve të cilat kanë ardhur në Kur'an është jashtë kudretit njerëzor. Jashtë kudretit njerëzor. Për shembull, veç nëse e merr çdo lloj dispozite që vjen në Kur'an, ti thu që ta a ka mujt njeri me bëha. Ja për veç një arsye, ja veç një argument ja u kalzoj. Pejgamberi alayhis salam është insan. Momenti që ja kanë thënë dhamt, që ta kuptoni se kur të flet pejgamberi sallam dallon kur flet Kur'ani. Pejgamberi sallam kur ja kanë thënë dhamt, çka ka thënë? O Allah, mallkoj i shkatroj. Insan. Allahu xhela çish thot, ja. Sura Ali Imran. Allahu xhela çfarë thot pejgamberit alayhis salam? Ti nuk i ndor, a i malkon, a ja u fal gjunajin. A që kjo është të kodrit në zura, jo? O je tube alejhim, ose kam i ti pruti i musliman. E tash vini re, tash ka jo njërzore, jashtë mundësive toksore. Qaj njeri shka ja ka thi dhanë pejgamberit alayhis salam, ka arë musliman të pejgamberit salam. Qaj njeri shka ja ka vra agjën, ka arë musliman të pejgamberit salam. A do është me pranue. A dhe kjo ligjë nuk o njërzor. Këta i kalon njeriun, e te i kalon tokën, e te i kalon qilën, vjen pi Rabbul Aleminit. Për këta si vëzër, Kur'ani është argumenti pejgamberit alayhis salam. Argument tjetër, që është pejgamberi sallam pejgamber. Ki që të njërë që kena të kalzu, pikujna të morë të ndërrojë më li. Pse unë a kam jetu me Firaunin që jam të hini, dole, Musa, a unë a kam pa, jo, ja. Sura Qasas, Sura Shuara, Sura A'raf, Sura Isra, Sura Naml. Këto pikujnë më nëra. Pejgamberit alayhis salam, mirë pa Allahu xhela ka rujt pejgamberin sa shpalljen. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit shpalljen dhe ne e ruajmë ata. Andaj shiko Allahu se ka rujt pejgamberin e pejgamberit alayhis salam me çfarë? Me shpallje. Andaj mas leti kur do mi thon dikujna që ta mëson fen islame, mos i thuj këshiro mua, se runa Zot na është ta gërditët. Thotia me na pa vëzën neve sot dikush që do mi thonë për shembull këshiro mua dhe pa në musliman. Si tia, une nështë ta ma i mirë se të jam. A jemi vëzën na shembull për muslimanët? Për jo muslimanët? Shembull. Do të këshire?
A e shesh farnjeri ja 1 milion hera ma i mirë se une. A jemi qashtu? Fatkeqësisht jo. Dhe këta nuk e them unë vëzër, kanë thënë ulema plot ma herët. Kam përmend plot më, nuk jemi shembull. Ma e mira mi thon, merr librin Allahu që ka zbrit, lexo për pejgamberin alayhis salam, lexo për Muhamedit alayhis salam, si ka jetuar, si është zhvilluar, çfarë dispozite ka zbrit, çfarë Kurani ka zbrit, atëra kupton fen Allahu te bareke ve teala. Për mësimin e vëzër që i kanë nxjerr dietarët në këtë kontekst la vëzër, se Allahu te bareke ve teala i ruan robrit e vet, dhe është i but me robrit e vet kur ju çon pejgamber. Çka argumenton që kjo vëzër? Kur Allahu dërgon pejgamber, çfarë argumenton? Se Zoti kujdeset për njerëzit. O sill Musa deri se ka ardhur, ja Musa inni ana Allah. O Musa, unë jam Allahu xhelel xhelal, Rabbul alamin, Zoti i botrave. Andaj dallimi mes filozofëve dhe pejgamberëve është cili? Ose pejgamberëve ju flet Allahu subhanahu wa taala dhe ju zbret ligje. E filozofët çfarë kanë thënë? Kanë thënë Allahu e krijon botën dhe nuk mirret më me ta. Argument që Allahu mirret me botën cila është pejgamber. Pejgamber janë. Allahu çon pejgamber, Allahu zbret Kur'an, Allahu ka zbrit Tevrat, Allahu ka zbrit Injil, Allahu ka zbrit Zebur, Allahu ka zbrit Fletushka, Allahu ka dërguar pejgamber me shpallët e tyre. Për çfarë arsye? Për t'regu Zotit se Allahu mirret me neve. Kujdeset për neve, është i but me neve. Allahu mirret me detalin e secilit i besimtarëve. Kur ti lutesh Allahu xhelel xhelalu, kur ti flet me Allahu subhanahu wa taala, kur ti lidhesh namaz me Allahu xhelel xhelalu, çka ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu drejtohet ka ti kur ti lidhesh namaz. Kjo është kujdes vëllazë. Andaj sa i kujdesshëm Zoti i Madh te bareke ve teala me robrit e vet që mirret me neve, na dërgon pejgamber. Sa i mëshirshëm ka qenë Zoti kur na e ka dërguar Muhammed Mustafa alayhis salam. Çiket Ramazan vëllazë çka e kanë na këtë shidet të shiret, e këtë shkëlqësi, e këtë begati, e këtë nur të Ramazanit. Pika e kanë amor. Pi Rabbul alamin, pi Zotit botrave. Ai ka qenë i mëshirshëm me neve, ne ka bërë Ramazan. Mu mbledh na vëllazë këtë bash. A mund e bëjmë një ditë Ramazani? Provojë mos Bajramit. Zbat. Nuk bëhet, nuk e ka atmosferën, se ka rahmetin, se ka mëshirën, se ka këtë kënaqësi të madhe që ka jep Allahu te bareke ve teala. Këtë kjo argumenton çfarë? Se Allahu xhelel xhelalu mirret me robrit. Kujdeset për robrit. Ai çajt për sjell. Asma' wa ara, i ka thënë Allahu xhelal Musa, unë të shoh, unë për sjelli. Atsti me lejen dhe izin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu vëllazër, prej gjërave të cilat i kanë nxjerrë dietarët në kontekst se Musa alayhis salam kur ka shkuar tek vendi ku taku me Allahun te bareke ve teala dhe Zoti e ka bërë pejgamber, çfarë i ka thënë? Ka thënë shkote Firauni ila Firauna wa malaihi innahum kanu qauman fasiqin. Shko se ata kanë mri kulmin e shthurrjes, janë prish shumë, janë bo arrogant shumë. Dhe nga kjo çfarë kanë nxjerrë dietarët? Se Allahu xhelle xhelaluhu e din zullumin e zullumçarëve, e din diktatin e diktatorëve, por nuk reagon siç reagojnë ana. Allahu thot në surën Ibrahim: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan." Mos gabo me menu se Allah i sa të di çka janë të bo zullumçar. Këtë di. Argument i ka thënë: "O Musa, idhhab ila Firaun." Shko te Firauni. Shko te Firauni. Pra Allahu xhela e din çka bën zullumçar. Apo Allahu e din çka janë të bëjë diktator, por nuk reagon sikur që reagojnë ana. Andaj dërgimi i pejgamberëve është argument se Zoti gjithmonë dëshiron mirëxhu Firauna dhe diktatorët, ama jo në formatin që dojnë ana. Allahu xhela e bën formatin që don ai, planifikimin që ka bë ai, e dërgon një herë Musain. Apo pse vëllazër? Se kështu. Një herë duhet me shku te Firauni. Edhe ndoshta, apo Allahu e din, por i thot Musës: "Kula lahu qawlan layyina." Folni but me ta. Folni but se me të madhin nuk folet ashpër. Pastaj lypeti me t'i dhon bitë e Israilit, do të më nxjerr prej robrijës. E shikoj vëllazër, sikur Allahu ta kish katru Firaunin mini herë. Minimumi i kish mi hub 83.000 musliman profesionista. Me shkollë janë konë 83.000 që janë paraqit çfarë? 3.000 pi pallatit si hirbaz, edhe 80.000 që kanë ardhur vullnetar për me mujt Musain alayhis salam. Sikur Allah ta kish katru Firaunin para se marr Musai pejgamber, këto 83.000 për me ardhur këto 83.000 për mu bë argument edhe për ata të tjerë që kanë me besue. Allahu xhela thot: "Ne zullumçartë shkatrojmë çështo. Ne arë nxjerrim besimtarin mbi aty, pastaj e lajm ata."
Derisa të mese faraoni vet dhe me arrogantët e vet nuk e shkatrojna, që të pastrohet çfarë? Që të pastrohet e mira pit keqës. Pastaj kur të mete veç e keqja, Allah thot kur të mete veç e keqja e morë në gjuna në xhenem. A manjara është e përzime. A nuk është Asia ati mrena? A nuk o gruja Firaunit besimtara ati mrena? Po, e du të me pru punën mudapi ati, me u largua jo për aty. Pa këtë asia o vezër, shpesh herë në thëna, pse nuk me godet Allahu gjele gjelalu? Po ku e diti nështë ta mrena zullumqarin shpe ati, o një djali cili ka mu bo musliman, ti se di Allah të ka dale, ka dale. I vjen radhe dhe këti zullumqarin. Po du të me nxera djalin për ati, du të me nxera djalin për ati, me sebepe. Pa këtë asia mu sugut një vezër, Allahu me zdo zullumqar ka mu mor, Allahu me zdo diktator ka mu mor. Dhe historia para neve është dëshmi, dhe historia arshme është me lejnë Allahu te bareke ve teala dëshmi për neve. Tjetra dhe zër, qëfar kemi këtu? Ne do të dhim detal, po tu e vetë si do bi. Allahu thot ila Fir'aune wa malaihi. Shkote Fir'auni, edhe te kush? Te grumlli i tij. Mele ka ndonë djetarët përfshijet ministrat e tij, ushtarët e tij, sigurimi i tij, magjistarët e tij, komplet kjo që ka jama këtina, do më dhanë këtë diktat, këtë shtet të zullumit. Çka argumenton kjo? Pse shkot të aj dhe të ata? Se ata, do të ashojmë në nesër, me lejnë Allahu të bareke ve teala, shumicat e debateve çka i ka bohe Musa a.s. me Firaunin, veç njanin pytina ka udheq Firauni. Veç njanin, surën Taha. Vesh që ati ka fol Firauni. Te tjerat, kush ka fol? Që kjo që ka thëtë Allahu gjë, el mele. S'ka fol Firauni. Se Firauni e ka një problem. Se mija hek letrën, shkreton. Apo, e ato i dhënë, që ki fol me Musën. Po Moses banë ashtu, prejtë në ta shkrujna. E sërë që ja kanë shkrujt letrën, thuj që shtu. A i ka njëherë, së ne ka lesu që shduhet. A të ka thonë, resë në folna. Andaj shpesh thotë, wa qala al mala, tha grumulli i madh pi ministrave gjeneraleve. E Farauni ahmak. Farauni kur ka fol Musa alayhis salam vet, a ka për pak të bind. Apo, ama ai ka thonë, ka dalë prit i thiri ministra çka thonë ata. Andaj na tregon Allahu në Kur'an, innahum kanu qauman fasiqin, janë kon shumë njerëz të prisht. Kush ka qenë prisht? Firauni me grumllin e vet. Mos më paskon grumulli, çfarë? Ndoshta. Andaj ka ardhur hadithe se i ka thonë Gjibraili a.s. pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o Muhammed, sikur ta shifshe grushtin me dhjetë e fut në gojën e Firaunit nga frika, mos pe thot shahadetin e pe pja pranë Allahu xhel xelalu. Pse? Sepse Firauni kur i ka ardhur Musa a.s. a e ka njoft. Ki djalë kush? Andaj i ka thonë, çat misht në trup çka e kije, kush ta ka rritë o Musa? Kush të bani ti që ka 30 vjetë kur rrite? E ka njoft Musa a.s. Apo, dhe e ka ditë çka i bje pejgamber të bitë e Israilit, se ka një Jusuf i vëzër. A është në arkivin e të në? A e ka një Jusuf ati minister e ekonomisë? Po, ata e majnë arkiv. A mundet dikush me hup që a konë dikush kretar? Jo, ekziston në arkiva jo. Pra a e din që a konë një pejgamber këtu minister? A konë? E po, e piqa saj familje po vjen nja, pra e di qka është puna. Ama veç ku të vinë këto sirvatë, jo, ka dalë prit në të kalzojnë, që shtu të me folë. Po këta si Allahu gjelë gjallë vëzër, në të regonë në Kur'an, se gjithmonë, ata të cilët e prishin rendin të kryetarët, kush janë? A i rejthi i vetë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka zirë ma muslimi, me mbesu 10 jehudi, ketë jehudit mbesojnë tjertë. Në kone pejgamberi sa 10 jehudi janë kanë njerëz të cilët ketë jehudit kanë shku te to. Edhe i kanë thonë, ti si ma i dishëm, a Muhamedi sa pejgamber ajo? Ai ka thonë, jo, nuk ka. Ka në rregull, nuk ka. Ka thonë alayhi salatu wasallam, 10 janë. Çata mu drejtu, krejt jetë drejtojnë, që i bie gjithmonë se ekzistojnë do koka, apo një grumbull i madh njerëzve, ata e shpërndojnë degenerimin, ata e shpërndojnë devijimin. Mu drejtu ata, drejtohen edhe populli. Për këtë arsye vëllezër, gjithmonë Kur'ani i drejtohet parijës, el mala. Allahu xhelalu xhelalu i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, shkote ku? Te paria kurajshve. Pse i ka qu dur pejgamberi sa ka Allahu xha ka thënë Allahumma a'izzel islam. O Allah, forcoje islamin me di Omera. Omeri par, Amr ibn Hisham, Ebu Jehli.
I dyti Omer ibn Khattabi. Allah e ka zgjedhur Omerin. Mirë, parashtrohet pyetja, pse ka thënë pejgamberi o Allah Amr ibn Hishamin, pra Ebu Gjehlin ma vonë banë musliman. Sepse mu pas bon musliman Ebu Gjehli, realisht Allah e ka zgjedhur Omerin. Ebu Gjehli ka pas nam, ka pas autoritet. Pra kur e ka pranu Islamin Omer ibn Khattabi, çka ka ndodhur dhe zot? Sa kanë njësoj si kur e ka pranu Islamin Bilali. A dini pse? Për shkak të autoritetit. Andaj kur e ka pranu Islamin Omer Khattabi, Ebu Gjehli ka thënë e tash mazore kena. E tash pak mazora. Po këtë asyjo dhe zë kur e kam pranu njerëzit të shquar Islamin, o bo pak mazor për ata. Andaj lufta e Bedrit atyre, pse e ka qujtë Allah luftën e Bedrit fitoria e madhe? Se shumicat e kokave kanë dek, u kry. Ato kokat kanë dek, ato të rrit, kanë thonë, se dina o dhe babalarë që janë rukë me Muhammedin a.s. Edhe ka fillu mu zbut armitsia. Po këtë asyjo dhe zë ne e gjejmë në Kur'an, se gjithmonë ata problematik janë kush? Ata shka i rrinë rreth e përçak, kujna, krijetarit, sultanit. Ato i kallzojnë. Ato i thonë, po se ki lexu mirë letrën. E keni po mi au hek letrën. A më zanin a mo, veç gafe ka, veç gabime ka. Se mi au hek letrën, s'di shka me folë mo. E në dhe shumë në nesër me lejnë Allahu te bareke ve teala, qish folë Firauni me Musën vetë, e qish do të folë kur të vinë ata tjerë. E qish do të folë kësir bas. E qish do i ban presion ministria. Qish i ban presion ministrat të zet i ka pas me veti. Gjithashtu vëzër, prej dobive që i kanë zirë djetarët cila është se Musa a.s. Qëka i ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu? Ka thonë, unë e kam vrani njeri o Zot, së në shkojte Firauni. E në të dhimë vëzër, se prej qartësijës dhe transparencës është që njeriu të pranon gabimin e vetë. Në të dhimë ma vonë, se do të vjenë kur ti thoje Firauni, o Musa, ti ki arpi nga mëra? Ti ki vrani njeri? Nuk e mohon Musa a.s. Fa'altuha, thotë e vëmba. Andaj nuk ndërtohet një mesazh i pastër mbi mos pranimin e gabimit. Para nuk më mësë, ku e kam vrau në ata? Jo, e ki vrau, e kam vrau. Po veç e ka, dalimi asë se kam vrau me kast. E kam shti, unë edhe kader Allah ka dik. Unë jam konë të i da. Pra, fa'altuha, wa ene, idhe me në dhalin e kam vrau kur s'kam dit. Dhe s'jam konë pengamber. Mirë po, qëfar argumenton kjo vëzër? I ka thënë Allahu, ja kale rabbini qataltu minhum nafsan. Ka thënë Allah, qysh qëkoj pengamber kur e kam vrani njeri? Pitënë. Çka argumenton kjo vëzër? Shikone këtë sinceritet të Musës a.s. O Zot, unë e kam një faj, e kam një gabim, që qysh mi abo ma atë faj? So faj i vogël, ka dek një njeri të eshtije. I ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fe e khafu, po tut nëse vrasim, e një këtullun. Andaj i ka thënë, a e dërgon edhe Musajl a.s. edhe Harunin pejgamber. Andaj, shiko vëzër, nga kjo qëfar mësojna, se njeri jo vëzër, qëfar do punë që e ban, sa do e larë që tjetë pengamberi ka qenë vëzër, pengamberi. A ban kjo tash me thonë, a di shka është tash, mos ma përmenti mu të kalumën, jo, e kalumën, shumë më rëndësi, dhe mu pastrua, jo. Për këtë si vëzër, pengamberi tonë, sallallahu aleyhi sallam, pëse nuk i ka arë shpalja 20 vjetë, të nuk i ka arë shpalja 18 vjetë, 30 vjetë, 35 vjetë, jo, 40 vjetë. Për çfarë si vëzër? Që të rënjosën epitetet e mira të ajnë popull, që tjetë faqja e ti e bardhë për 40 vjetë. Andaj pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam e njëta shka pe thot Musa. Pra Musa shka po thot, o Allah, unë shkoj pejgamber, veç një faj e kam, që ta s'di qishmi abo. Allahu e mëson qysh o ki faj, se so faj jotë, dhe i kalzon se kush e ka obligim me e pagujt atë njerit i cili ka ndrujet gabimisht. E shiko vëzër pejgamberi sa më s'ka pos as një faj. Po këta si ju vëzër, nuk shkohet në thirje me faj. Musa për thot, o Allah, kale rabbini qataltu minhum nafsan. O Allah, qish me shku në pejgamber kër e kam vrani njeri? Qish do ti me bo davet kër i ke bo 100 zullume? Qish do me thirë ti dikan në islam kër ti ke bo 100 krime? Qish do me e bo ti në islam davet dikan? Qish menon ti më kon shembul kër njerëzit nuk janë të qetë me ty? Qish do me i badi? Qish ka mundësi ti me thirë dikan të rahmeti Zotit, të mëshira e Zotit, kër ti vetë nuk i mëshirë për njerëzit? A ka mundësi? A ka mundësi ti fletorën e ki? Kërim, gabim, mëkat, zullum, shkelje, ofendim, sharje, edhe hajdin islam. Kush ka me të ngu tije? Kush ka me të ngu tije? Andë shiko Musa shka i tha, o Zot, pejgamber po, e kam vrani njeri une. Se kam vrani me kast, ama e kam vrani. Nuk e mohoj.
Andaj, sepse shiko kjo përgatitje se ka me ma përmen mu e Firauni. Unë mas pari si di që shka me hi aty, sa ta kanë me mli mu me mvra. Për këtë asil dhe zër, pa e pastru fletën një artë bardh me ba, së në tirë në islam ti. Haraje, japi zorë sa të dush, abe japi zorë qish dush, qëfar dush përforme. Pa u koni pastër, pa u koni qiltër, s'ta me fjallën kërkush. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thirin kodrën e Mekkës arabët, para se mi u kallzu se janë pejgamber, çka i tha? Këta shka Musa e kish si bar, ai nuk e kish. Çka tha? Andaj në do të vim Musa alayhi salatu wasallam para se me shku te Firauni, që ka thonë qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ka thonë o Allah, gjano ma gjoksin, të marr frim letë, zona me Firaunin. Shrah li sadri wa yassir li amri, dhe leço ma çështja. Apo që të ma marrin fjalën, zgjidh maniën e gjuhës. Këtë që to çka i ka lip Musa, Allah ja ka dhënë pejgamberit sallam pa kërkue, më në rregull. Çdo pejgamberit çka Allah ja jep një të mirë, ai pejgamber e ka lip, o Allah bëma çeta, o Allah bëma çeta. Përveç Muhamedit alayhis salam, këtë mirat ja jep pa i lip. Për këtë arsye bën këtë dallim. Allah thot surën Taha, qala rabbi shrah li sadri, o Allah liroma gjoksin. Çliroma gjoksin. Çish i ka thonë për pejgamberin alayhis salam? Ky e ka lip. Muhamedi sallam i ka thonë elem nashrah laka sadrak. A nuk ta kemi zgjeruar ti gjoksin? Po ti hiç pa lip ta japna. Andaj s'ka pas nevojë pejgamberi sa më thonë, o Allah, unë kam një njeri, s'ka atë ky. Andaj fjalën e parë që ju ka thonë arabëve, çka ju ka thonë? Çishum njihni? Para se më ka thënë pejgamber, çishum njihni mua? Çka dini për mua? Kan thonë as-sadiqul amin. Ai i cili jo transparent, besnik, i qiltër, edhe nuk bën dallavera. A jam çiki po, në rregull. Ka thonë ka dalë tash. Nëse unë ju tham juve, u përmbledh një ushtri e madhe me ardhmë na sulmun Mekke, a më besoni? Ja ka pruni një lajm tjetër, domthon ta vërtetojmë një ram, besoni ajo? Ta këshiri çfarë statusi kam te ju? Ka thonë po kur na ke rrejt? Normal si të besojnë. Nëse na thusin një ushtri atu na mshu, na kena me të besue. Se na kurse ma jarrabna alejk el-kadhib, kurs na ke rrejt, kurs na ke rrejt zina çamë rrejt. Ata ka thonë, masi e kam te ju faqen e bardh, s'kam krem aty, s'kam asnjë njëll. Me ju thonë në artuar një ushtrim besoni, atër ju ka thonë mu më ka dërgu Allah i pejgamber. Atëre u ka quhe Ebu Lehebi. U ka quhe Ebu Lehebi, ka thonë për që të na këthira tabban laka wa sa'ira al-yawm. Ka thonë dur të thafshin, e ka bosh nip. Atër ka zbit tabbet yada abi lahabin wa tab, malkuar qofte Ebu Lehebi. A dhe u malkuma. Për këtë asio dhe zër, shiko që ka tha Musa a.s. Tha o Allah, qësh me shku në pejgamber kër e kam vrani njeri? Se me shku? A dhe shiko sa natyre pastër. O Zot, e kam një gabim, duhet me shfajcu këtë gabim, duhet me la këtë gabim, pas ta i mu bo pejgamber. A dhe zër edhe për neve vlen regull. Banu njerë një insan, banu njerë karakter plot, banu njerë i moralshëm, banu njerë njerët të këtë hije si njeri, banu njerë njerët me mujt me komuniku tamam me tije, banu njerë ti që njerës me thonë shko kana insan ki, e mësa një thuj ajde falu, jeb zeqat, agjëra, ama në thrasin për një islam, ndërko që njerëzit kanë frikë për tije, kanë frikë për moralit tanë, kanë frikë për karakterit tanë, nuk janë të qetë në karakterin tanë, harroje që ta pranon dikush thirrjen. Pse? Po pse me e pranu dikush thirrjen për një njerit i cili nuk është stabil moralisht, kur mundën me pranu për dikush që kanë stabil moralisht? Hajde pse? Pse? Bere ty dy njerëzi, njëni hajdut, njëni sa hajdut. Tu ditë janë të thirrë në islam. Çka i thuti? Ti thu hajdutit, ti rreonosh, edhe me pranu ti qetri. Edhe në te pranovësha islami, se pranoj për tije, pranoj për ti qëli, o i pastër. Andaj shka tha Musa, katel tu nefsen, o Allah e kam vroni njeri që shkoj pejgamber. Andaj dhe zë shiko, ka dash ta pastruj njerë fashin e vetë. Pastaj i të regon Allahu gjele se si ka ndodh vrasja, si ka ndodh pafaj, dhe kush e ka borgj atë njerin që ka ndrujit. Kush e ka borgj atë njerin që ka ndrujit. Për këtë asyjo dhe zër, Allahu te bareke ve teala na mëson nëpërmjet kësajra se pa u pastru një herë fleta e thirësit, s'ka mundësi me thirë për islam. E tjetra, shiko dhe zër, i ka thanë wa akhi Harune huwa afsahu minni lisana. Ka thonë dhe dërgoje edhe vllahun tem Harunin pejgamber, sa i di më mirë me folë se une. Çka mësojnë për qësaj dhe zër?
Ta shka shumë ko, e shumë sime, koha na ka mbarue, mirë po, bani pak sabër. Allahu Gjelle Gjelalu i thot, Musa i sëm, Allahu Gjelle i thot, Haruni, dhavi jem, është ma orator, ma mirë di me fol, ma shprejet, ma rrjedhshëm. Çfarë argumenton kjo vëllazër? Se thirrja bëhet prej atyre të cilët e zotrojnë gjuhën. Huwa afsahu minni lisana. Gjuhën e ka më të rrjedhshme. Pejgamberia nuk ka mundësi mu përcjell pa gjuhë. Mesazhi përcjellet pa gjuhë. Mesazhi i Zotit xhelal nuk përcjellet pa e njohur mirë atë çka po e thirr, përmbajtjen e asaj dhe shprehja e asaj. Apo edhe elaborimi i asaj në mënyrën më të mirë të mundshme që njerëzit mos kenë mundësi me thonë se mora vesh afa. Çfarë të thonë? Apo andaj do të tenton faraoni me thonë çka thot be Musa se e ka një farë ngecje në gjuhë, çfarë po thot be ky? Ama Haruni atë hazi. As be marrvesha. A bon e kishis be marrvesh. Ka thonë Haruni unë të kallzoj, gjithashtu unë të kallzoj. Po këta si u dhe zërë, duhet ata që thrasin në islam me njoh gjuhën mirë, me njoh mas pari gjuhën e Kur'anit, me njoh gjuhën të cilën i drejtohet ati polli për të cilin a i shpreson me e branu fejnë Allahu te bareke ve teala dhe me zbatu fejnë e Zotit Gjelle Gjelalu. Po këta si u dhe zërë, shka tha Haruni ma mirë se unë e flet e para. Mësim tjetër, Musa nuk tha a di shka, masi unë jam pejgamber o Zot t'i fole me mua, shumë duhet Haruni. Jo, e ka pranu vlerën e atij cili ka vlerë më shumë se vetja. Andaj kanë thënë dietarët, për vlerave të Musës ka qenë se e ka ditë vlerën e tjetrit. Andaj duke e ditë këtë vlerë tjetrit, ju ka rrit vlera. Kur tha Musa alayhis salam, "Vllavi jam është më i rrjedhshëm gjuhë, më orator", a i ra Musës pesha? Jo, u ngrit lart. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në ditë për ditëve i takon sahabët tu për la me jehudit. Jehudit kanë thënë Musa alayhis salam pejgamberi më i madh në botë. Këto kanë thënë Muhamedi alayhis salam më i miri në botë. Edhe kanë nisë mu grind. Ka dalë pejgamberi sa çfarë ka thënë? Ka thënë atu fadhilu. Ka thënë mos u rrokni vetë se jam më i mirë. Mos u rrokni se jam më i mirë. S'ka nevojë ju, nuk ka është puna juve kjo. Apo cili është më i mirë? Dhe ka filluar me lavdru Musa alayhis salam. Ka fillu me lëvdru Musa alayhis salam. Ka thonë po është e vërtet, mu Zotim ka bo vull pejgamberëve dhe matë mirin pejgamberëve. Wala fakhr, ama jo mu krenue. Në ditë për ditëve, ju ka folë pejgamberëve për Yunusin alayhis salam. Edhe për shkak se ka mujtë më shku menja, se Allah e ka gjujtë Yunusin në balen, ka mujtë më shku menja dikujt me thonë qyshbe kitë pejgamberë ka gjujtë Zotim në balen. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, mos thuni se unë jam më i mirë se Yunusi. Nga vlera që ka pas. Pra, modesti, mos thuni se unë jam më i mirë se Yunusi alayhis salam. Ai ka qenë më i mirë se Musa se Yunusi alayhis salam. Për këtë arsye do të vim në atë ngjarje e Musës, se një herë Musa në këtë standard të pranimit vlerave, një herë ja huq. Një ditë tu fol, tu ligjërua, edhe i thot njëri prej xhamatlive të bijve të Israilit, o Musa, gjithë këtë dije e ki dhe sa mirë po fol. A ka bë dënja më dishëm se ti? Ka thonë jo, s'ka. Veç që këtë herë e ka hush, ka thonë jo, s'ka. Allah që minjarë ka zbi spallje. Ka thonë ka dale. Është një Khidri, shko të Khidri. Ka thonë a është ma imdishëm se unë e po. E ka mu rrugën dhe da shojna me lejnë Allahu të bareke vë tala. Edhe pse kona kam barue, ne kemi edhe shumë premësime do të shtim për legjëratat e ardhshme. Elusim Zotin e Madh Xhel Xhelalu, që Allahu te bareke ve teala agjërimin ton ta ban qabul. Elusim Zotin e Madh Xhel Xhelalu në këtë ditë të Ramazanit, Allahu t'i falë gjunaat tona. Allahu na mundson që me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me kuptu Kur'anin, me jetësu Kur'anin në jetët tona. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti jon Xhel Xhelalu, kudo që kemi qelluar, ka qenë prej Allahut na shpërblen, e kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti jon Xhel Xhelalu na mundson që ti vazhdojmë këtë ditë me agjërim, këto net me taravia, me Kur'an, me lexim të fjalës së Zotit te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.